Në Ministrinë e Financave, sot është mbajtur mbledhja e parë e Komitetit për Financa Publike, një trup ndërinstitucional, detyra e të cilit është të shqyrtojë dhe të përcaktojë prioritetet për financimin e projekteve të propozuara për investime publike të pushtetit qendror. Ministra e Financave, Gordana Dimitrievska Koçoska, tha se qeveria dhe Ministria e Financave do të mund të marrin vendime më transparente dhe më të organizuara për projekte që janë të pjekura dhe të gatshme për investim, ndërsa njëkohësisht do të lehtësohet planifikimi i buxheteve për vitet të ardhshme. Ajo shtoi se qëllimi i kësaj reforme është që investimet publike të planifikohen dhe realizohen në mënyrë shumë më të përgjithshme, mbi bazën e kritereve të qarta, realizueshmërisë reale dhe logjikës afatgjatë zhvillimore. Sot, së bashku me kryeministrin, po mbajmë mbledhjen e parë të Komitetit për Investime Publike, me çka fillojmë një qasje më sistematike në planifikimin dhe menaxhimin e investimeve publike në shtet. Bëhet fjalë për një mënyrë të reorganizimi dhe vendimmarrjeje kur bëhet fjalë për projekte kapitale me vlerë mbi 5 milion euro. Koçoska tha se Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore e lavdërojnë punën e qeverisë së mashinisë së veriut në lidhje me konsolidimin e buxhetit, duke shtuar se ka parashikime që në 10-15 vitet e ardhshme shumë shtete të mëdha europiane do të bankrotojnë, por ministria siguron që në mesin e këtyre shteteve nuk do të jetë mashini e veriut. Unë me sa mbaj mend, kryeministri kishte takime me mërgjimtar që po kthehen. Edhe në perëndim gjendja nuk është siç ka qenë më parë. E shihni çfarë ngjarje ka. Pritet, domethënë, janë disa projeksione që i kanë institucionet ndërkombëtare financiare. Në 10 deri 15 vitet e ardhshme, shtetet të mëdha europiane, 10 do të bankrotojnë. Kjo do të thotë se njerëzit tanë që jetojnë në Europë e shohin si është gjendja, që nuk mund të themi për ne. Përkundrazi, neve na ka përshëndetur FMN-ja dhe Banka Botërore në lidhje me konsolidimin e buxhetit. Kujtojmë se Komiteti për Investime Publike është formuar në shtator të vitit 2025. Në punën e tij marrin pjesë të gjithë ministrat e linjës dhe ai do të mlidhet të paktën 2 herë në vit dhe sipas nevojës edhe më shpesh.